Agjencitë rajonale të mjedisit kanë nisur ndëshkimin e drejtuesve të njësive vendore për shkak të problemeve të mëdha në mjaft komuna dhe bashki me menaxhimin e mbetjeve urbane. Autoritetet mjedisore kanë pohuar se do t'i dërgojnë në gjykata rastet kur gjobat nuk do të paguhen nga drejtuesit e bashkive dhe të komunave. Të paktën 4 drejtues vendor janë gjobitur deri tani në qarkun e Gjirokastrës, ndërsa 5 të tjerë në atë të Vlorës. Korrespondenti Raimond Kolla ka përgatitur kronikën. Situata mjedisore në mjaft komuna dhe në bashki në menaxhimin e mbetjeve urbane i ka bërë strukturat mjedisore të nisin një fushat ndëshkimesh administrative me gjoba financiare. Në Gjirokastër, Agjencia Rajonale e Mjedisit, që përfshin edhe Përmetin dhe Tepelenën, ka gjobitur disa njësi vendore. Drejtuesi i mjedisit Asqeri Buxheli tha se gjobat janë ndërmarrë për mos menaxhim të mbetjeve urbane. Kemi marrë masat administrative për disa komuna, të cilat janë komuna Divone, komuna Qendër Tepelen, bashkia Përmet, bashkia Kërcyr. Dhe kjo punë është punë vazhdimësi për të ndjekur resurinë e kësaj pune për të gjitha komunat dhe bashkitë që kooperojnë qarku i Gjirokastrës. Zoti Buxheli tha më tej se nëse njësitë vendore nuk do të reagojnë, do të ketë një dërgim të çështjeve në gjykatë. Procedurat fillimisht fillojnë me masa administrative me gjobë, kryesisht ndaj titullarëve të institucioneve vendore, pas për mos shkrirje në kohë dhe në afat të gjobave ndaj këtyre titullarëve do të vazhdojnë procedurat për ndjekje penale në gjykatë. Drejtuesi i mjedisit në Gjirokastrë tha se në qendër të monitorimit janë vënë zonat afër rrugëve kombëtare, zonat afër lumenjve dhe monumenteve natyrore për të parandaluar ndotjen mjedisore. Problematika këtu kryesisht është për ato komuna dhe bashkitë ku shtrinë territoriale të tyre kanë afër lumit Drino, afër lumit Vjoz dhe anës rrugës nacionale, të cilat këto e kanë parë përrejnë dhe në medi kanë parë si vend depozitime. Pikërisht këtu ka insistuar dhe gjithë puna e Agjencisë Mjedisit, kjo dhe me një orientim nga Ministria e Mjedisit. Si në qarkun e Gjirokastrës edhe në qarqe të tjera, po përparon me mjaft ngadalësi procesi përgatitor i krijimit të shesheve të posaçme për grumbullimin dhe përpunimin e mbetjeve urbane. Kjo ka bërë që mjaft drejtues të njësive vendore të vijnë në vështirësi për menaxhimin e mbetjeve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kolla.